Si ta dallojmë ne, pra cilat janë karakteristikat ku mund ta dallojmë një dashuri që është për hir të Allahut? Tani kjo fjalë dashuri ka dy aspekte. Aspektin bashkëshortor, që është çështje ndjenjash, është temë vete të jetës, shok, shoqënie, ku dëgjon, ku ta kuptojnë se ky njeri ndo për hir të Allahut. Shifa ka interes apo jo? Si reagon kur preket interesi? Nëse kur preket interesi, apo nuk preket interesi, kjo nuk jep efekt tek raportet që ka me ty, kjo tregon se është për hir të Allahut. Dhe në momentin që preket interesi, dhe ftofet dhe ky se u prek interesi, do të thotë se ka mishdhije mrena, është e përzime. Kjo është meseleja. Ka interes. Unë ndikua nga interesi, do të thotë se ka hije të dyshimta. Su ndiku nga interesi, atëherë inshallah ky është argument.